Nastradini dhe nusja e dytë. Një ditë, teksa po pinte çaj me burrat e fshatit, Nastradini u ngrit e tha: "Po mendoj të marr një nuse të dytë." Të gjithë u kthyen nga ai me sy të katër. Njëri nga burrat e pyeti: "Po mirë, hoxh, nusja e parë s'të del?" "Del," tha Nastradini, "por më del për shumë gjëra që nuk dua të dëgjoj." Të qeshura shpërthye në tavolinë. Një tjetër burr i tha: "Po a nuk të mjafton një grua që të qortoj? Do dy që të grinden mes dyre?" "Jo," tha Nastradini me seriozitet të rem. "Kam llogaritur që nëse kam dy, ato do zihen me njëra tjetrën dhe mua do më lënë rehat." Por një plak i urtë që po dëgjonte nga një cep i kafenes tha: "Nastradin, dy gra në një shtëpi janë si dy maçok në një thes, të dy janë nxjerrin thonjt, por thesin e shqyejnë mbi kokën tënde." Nastradini piu një gëlqeng çaj, pshertiu dhe tha: Po mirë, do rri me njërën, por ndonjëherë do flet e stalla me gomarin, se atje është më pak zhurmë." Morali i historisë: nuk është numri i grave që të sjell lumturinë, por durimi që ke për të dëgjuar.